Nuk i kanë shpërthy simptomat, atë gjitha testet, analizat e gjakut. Por na të bëjmë si preventiv, vaksinët janë. O, jo i një veçkamona për besë. Me këtë revist një mëjë përpara kanë doktoru 2 veta. Viteve të fundit kanë ardhur disa sinjale për një revistë, cila është cilësuesi i çoja problematike. Revista është sipas kriterëve, i plotëson kriteret të cilat kërkohen me rregullore për avancime dhe rregullore të tjera. Mirë po, duke pas parasysh që mund tjetë potencialisht problematike në tarme, qëllimi është me informu stafin e Universitetit të Prishtinës me rujtë integritetin e stafit dhe të UP-s, i sugjerojmë Senatit që punimet të cilat dorëzohen për publikim pas mbledhjes së sotshme të Senatit, mos mirën parasysh në procesin e avancimit stafit, financimit të punimeve dhe përmbushjes së kriterit për plotësimin e kushtit të doktoratës, për mbrojtjen e doktoratës. Shëndrimi i Fakultetit Mjekësisë është si mos preventive, mbrojtja kandidatëve, në qenë se nuk që thamë këto që po pajtohen me këto pas vendimit sot që do të merret, për mos dërgohen punimet, se mos të dëmtohen asnjë kandidat retroaktivisht. Asnjë antar i stafit, qoftë i Fakultetit Mjekësisë apo i fakulteteve tjera, nuk do të kanë një revistë e cila nuk është kredibile dhe në cila nuk i plotëson kushtet, sepse asnjë s'ka vullnet as dëshirë me bu pagesa, në qënë si plotëson kushtet, normalisht që i dorëzon. Me këtë revistë një mëjë përpara kanë doktoru 2 veta. Dhe nuk mundëm atë hak me thonë bërra sot të po e keqe. Në sinjalizues ndryshëm, ose dhe dikush dhe nga thjesht veç me marrë një dhe ta largojmë sepse po mendoj se po nisë për supozimi se po publikojnë letë ose thjesht, pse çka po të keqe këtu nëse publikojnë letë. Revista është impact faktor, është listë bellet ju, është në radari ju, është radiatori ju. Shikova revistën faqe për shkej ka $155. Jo, a mundi me garantu publikisht që nuk keni familjare që ka publiku nga familja e ngusht që nuk ka publiku në këtë revistë? E falimderit shumë, fjallën e ko prorektorit. Kam rast, kur ka dërgu për në dhe ju shkëtoj së shtranu, ta dëshmaj. Po shumë mirë, kush është për? Ata lexojnë në letë. Kush është kundër, kush abstenon, konstatoj që pika 20 ka dalë ata. Qëtë ju informoj që ka votum. Punimet e dërguara për publikim në revistën International Journal of Biomedicine, pas datës së vendimit të Senatit, mos merren parasysh për financim, nuk do të merren parasysh pas për financim e emërim, avancim, rizgjedhje si dhe aprovim punimit të doktoratës. Revista në fjala aktualisht në çet moment nuk është e dyshim, por na të bëjmë si preventiv, vaksinët janë që mos me dërgu punimet, që jemi në rregull. O, jo i një veçkamona për besë. Ato epidemi të cilat konsiderohen si të zhdukura, ma nuk aplikohen vaksina. Mirë po, për smundje cilat konsiderohen, e këto ne vetëm nuk i kanë shpërthy simptomat, atë gjitha testet, analizat e gjakut po tregojnë se virusin e kemrana.